E drejtë shumë e drejtë kjo që ju thoni, megjithatë duket se retorika politike zë më së shumti gjithë debatin në parlamentit dhe ditën e sotme në fakt janë goxha projekt ligje të cilat me shumë rëndësi që do diskutohet, por pak hapësirë ju kushtohet. Protesta që ka zhvilluar opozita pak ditë më parë, ajo e 24 janarit, duket se po merr vëmendjen për shkak të ndërhyrjes së policisë po ashtu. Një koment nga ju zoti Jolli për këtë protestë të zhvilluar dhe për kritikat për ndërhyrjen e policisë. Ju si shikoni? Tani kjo është bërë një diçka rutin, nuk është hera e parë, protestat e opozitës në shumë raste, edhe pse nuk kanë qenë në nivele të thoja të rrezikshmërisë së lartë apo të një udhune që rrezikon dëmtimin qoftë të institucioneve fizikisht apo dhe pasoja të tjera, dhuna e policisë ka qenë gjithnjë disproporcionale. Ky është një fakt tashmë i njohur, i pranohur edhe nga faktori ndërkombëtar. Hedhja e gazit Losielli sot është bërë një lojë e zakonshme dhe kur nuk ka raste të tilla dhe nuk besoj se në rastin e protestës së fundit kishte rrezikshmëri kaq të lartë, edhe pse aty u përdorën do të thoja her pas here nga protestuesit lëndë piroteknike, unë besoj që policia e shtetit ka kapacitete të tilla edhe për të krijuar distancën e nevojshme nga institucionet, por sigurisht edhe për të marrë masa që të mos kemi as policë të lënduar, po absolutisht edhe dëme të tjera materiale. Kështu që besoj që në këtë koncept majoranca aktuale nuk bën asgjë tjetër se të dëshmoj muskuj të fortë. Dhe përgjithsisht unë kam një qasje ndaj politikës së muskujve, që sa herë kemi politik muskujsh apo forcë kartonash në parlament, kemi pa diskutim një dobësi ose një frikë të madhe nga e vërteta. Dhe në rastin konkret, kjo është. Ndërsa sa i takon thelbit në vetvete të protestës, unë vazhdoj të mbetem mendimit që protestat janë vetëm njëra anë e medaljes, dhe ana tjetër e medaljes është pikërisht ajo pjesë e ushtrimit të presionit institucional, ku opozita duhet marrë të gjitha masat që zëri i saj të dëgjohet, qoftë edhe pjesërisht, por qoftë edhe maksimalisht në raste të caktuara, sepse në fund të fundit në për aq kohë sa kemi pranuar që kjo qeveri tashmë është e njohur dhe e pranuar nga ndërkombëtarët, pavarësisht pretendimeve që ka edhe në aspektin real, nisur dhe nga raporti OSBE-ODIR-it, por do jesh i detyruar që çfarë do lloj kuadri ligjor do të jesh i detyruar, sepse në fundit kjo është dhe bashkë ekzistenca edhe në këtë sistem hibrid që kemi ne, që ligjet të kalohen dhe të miratohen në parlament. Dhe nëse kjo nuk ndodh, pra nëse ti krijon një ligj paralel, nëse ti krijon një qasje paralele, e cila nuk interpretohet, nuk ushtrohet dhe nuk imponohet majorancës për ta pranuar apo për ta votuar, atëherë unë besoj që mund të kemi një luftë politike të shkallës së lartë, por rezultati do të jetë pothuajse zero. Kuptoj. Qartë, ju e përmendët dhe vetë që nuk mjafton vetëm një element, duhen shumë element për t'i referuar këtu opozitës, në mënyrë që të arrijë ndoshta objektivat e politikbërjes që ajo ka. Dhe në fakt, kërkesa për qeveri teknike apo zgjedhjet parakoshme është ajo që përsëritet më shumti. Ju sa gjasa shikoni në zhvillimin e zgjedhjeve parakoshme në vendin tonë dhe nga se mendoni që nëse shikoni të mundur mund të iniciohet dhe çfarë mund të ndodhë më pas duke parë atë se çfarë qëndrimi mban opozita dhe majoranca e sotme? Atëherë, një opozit që ditën që votohet ose merr votësimi një qeveri, në çdo vend të botës gjë e parë që kërkon është dorëheqjen, zgjedhjet e parakoshme e tjera. Pra, kjo është një qasje fare normale dhe një sjellje fare normale e çdo lloj opozite. Dhe në rastin konkret nuk ka pse opozita shqiptare të bëjë ndonjë përjashtim nga opozitat e tjera. Pra gjithnjë opozitë është e mendimit që pala fituese nuk e ka merituar fitoren dhe duhet të ishin ata fituesit. Dhe sigurisht ky mbetet një pretendim i drejtë në kuptimin të njashëm të subjektivitetit, por gjithçka pasaj është zgjidhur ose është përfunduar nëpërmjet metodave tjera që ka dhe njeh demokracia. Nga ana tjetër, ajo që është shumë e rëndësishme nëse ne vërtet do të përgatisim vendin ose do e synojmë kalimin i qeveri teknike dhe më pas kalimin në zgjedhjet parakoshme, po e marr të mirëqenë që janë elemente të mundshëm për të ndodhur, ka disa kushte paraprake për të plotësuar, sepse një qeveri teknike, edhe sikur të sjell një kuadër ligjor, kjo nuk do thotë që do kemi dhe një parlament teknik. Pra në thelb është përsëri e njëjta majorancë e cila ka në dorë
fatin e miratimit apo refuzimit të një kuadri të caktuar ligjor. Pra, nëse ne do duam të shkojmë në zgjedhjet parakohshme, gjë e parë që duhet bëjmë, dhe unë këtu kam, do të thoja, miqasje tërësisht të kundërt nga ajo që po dëgjoj të artikulohet këto kohë nga opozita, madje kam dëgjuar të artikulohet dhe nga vetë zoti Berisha, që ne do t'i braktisim komisionet për reformën zgjedhore dhe atë territoriale dhe administrative, dhe do të ulemi dhe do ndërtojmë ose do të hartojmë ligjet tona. E konsideroj, do të thoja, jo produktive këtë qëndrim, për të mos përdorur epitet tjetër, sepse sado që të krijojë opozita një kuadër ligjor, sado